Pas 22 ditëve nga votimet, arritën të shpallin rezultatet përfundimtare, por para se ta bënin këtë në Komisionin Qendror Zgjedhor njoftuan se kjo vënesë nuk erdhi nga ta. Sipas tyre këta ishin gati qysh në javën e dytë pas zgjedhjeve. Ndeshta veç një konstatim për publikun, sa i përket KQZ-s, rezultatet kanë qenë vetëm gati javën e dytë pas ditës së zgjedhjeve, por për shkak të ankesave të shumta që ka pas në PZAP dhe në Gjykatën Supreme, ne kemi pas pamundur të bëjmë shpalljen e këtyre rezultateve. Në fakt të hënën shpallën rezultatet përfundimtare vetëm për Prishtinën, Junikun dhe Mamushën. Kjo pasi për 35 komunat e tjera, rezultatet ishin shpallur me 25 tetor. 13 vota për, shpallet rezultati për kryetarët e komunën në komunën e Prishtinës, Junikut dhe Mamushës. Përveç kryetarëve të komunave, KQZ-ja ka shpallur rezultatet përfundimtare edhe për anëtarët e 37 kuvendeve komunale. Në Gjakov, AAK 32.35%, 11 ulse, lëvizja vetëvendosje 18.39% me 7 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 12.87% me 5 ulse. Aty mungoj vetëm komuna e Drenasit. Një njoftim të shkurt, sot nuk do të mund të shpallim rezultatin për komunën e Drenasit, për kuvende komunale, për arsye se ende është një ankesë në Gjykatën Supreme për të cilën pritet vendimmarrja. Andaj me rastin e pranimit të vendimit nga Gjykata Supreme dhe parsisht prej vendimmarrjes edhe KQZ-ja do të vepron. Raundi 2 i zgjedhjeve për kryetar komunash do të zhvillohet në 18 komuna këtë diel. Shkollës Dardania. Pas garës së parë, politikanët ju rikthyen fushatës. Nga hëna kandidatët e partive politike që nuk ja dolën të triumfojnë në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, u angazhuan në fushat për balotazhin e së dielës së 9 nëntorit. Atë ditë përballën kandidatët në 18 komuna. Përparim Rama i LDK-s u shfaq në lagjën Dardania të Prishtinës, aty ku takoi qytetarët dhe para tyre shpalosi disa nga planet për këtë pjesë të qytetit. Ndryshe nga Rama, kundër kandidati i tij nga lëvizja vetëvendosi Hajrullah Çeku, qëndroi në fshatin Mramor. Ai dëgjoi nga afër kërkesat e banorëve atje. Garën për Mitrovicën e Jugut e vazhduan intensivisht Faton Peci, vetëvendosis e Arjan Tahiri, Partisë Demokratike. Peci paralajmëroi takime me Mitrovicasit. E bashkë me partnerët e koalicionit, fushatën për kryetar të Mitrovicës e nisi edhe Arjan Tahiri. Kryetari që postunon edhe një mandat në krye të Gjilanit Alban Hyseni të hënën premtoi që gratë dhe vajzat do të jenë fokus në qeverisjen e tij. Do të sigurohemi që do të subvencionojmë paga për gratë. Mbështetje nga Gjilanasit për të bërë kryetar komune kërkoi kundër kandidati Hysenit Arbër Ismaili i LDK-s. Me gratë e vajzat e Pejës u takua kandidati nga lëvizja vetëvendosi Tauland Kelmendi. E kandidati i Lidhjes Demokratike Gazmend Muhaxheri prezantoi punët që kreu gjatë mandateve të tij. Me qytetarët për të dëgjuar edhe një herë kërkesat e tyre, u takua kandidati për kryetar të Prizrenit Artan Abrashi. Të rinjët e qytetit i dëgjoi kryetari aktual Shaqir Totaj. Të hënën kreu LDK-s Lumir Abdigjiku vizitoi Suharekën në përkrahje të kandidatit të kësaj partie Ardian Shalës. Abdigjiku tha se Shala do t'u jep zgjidhje problemeve të qytetit. Bali Muharremaj krahas fushatës të hënën përculli asfaltimin e rrugëve. Ndërkohë partitë politike të hënën vazhduan takimet me qytetar edhe në komuna tjera që nuk zgjodhen kryetarin e tyre në herën e parë. 6 ditë para raundit të dytë arritën ujdi për bashkëqeverisje. Mirë po AAK-ja nuk është vetmja partnere e Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Në atë qytet këta lidhen marrëveshje edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës para balotazhit të së dielës.
Me LDK-n, PDK-ja finalizoi bashkëpunimin në garën zgjedhore edhe në 3 qytete tjera. Në Prizren, Totaj si i pari në shkrejmarrëveshje me Selmanaj në garën kundër Abrashit. Ndërkaq në Fushkosove Gjilan, kandidatët e LDK-s, si të dytët në garë, do marrin ndihmën nga Partia Demokratike e Kosovës. E këto 2 subjektës së bashku, si të tretit dhe të katërtit, vendosin t'i ndihmojnë kryetarit e Gjakovës nga AK-ja në garën kundër LVV-s. Kandidati i AK-s në Prishtinë, Bek Berisha, vendosi t'ia kthej këtë favor pretendentit të LDK-s në kryeqytet, e LDK-ja atij të AK-s në Klinë. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ndonse garon në 12 komuna ka pak kujditë në nënshkruara deri më tani. Përveç në Fushkosov ku e kanë mbështetjen e AK-s, e kanë edhe të kandidatit e LDK-s në Vushtri, por jo edhe të partisë. A në Prizren lidhen koalicion para balotazhit me Zafir Berishën si dhe me Emilia Regjepin. Ndërkaq vendosin t'i ndihmojnë aleancës në garën në Junik, si dhe PDK-s në garën zgjedhore në Dragash. Kurse në Klokot, ndonse kundër kandidati i listës serbe Srećko Spasić u tërhoqi nga gara, KQZ njoftoi se balotazhi megjithatë do mbahet. Qytetari nuk mjafton marrë studio me thonë po duam një qeverisje ndryshe. Ai do me t'i pa veprimet. Apo bashkon që të zonë opozitar, që të popull opozitar, që dojnë një qeverisje ndryshe. Çka po bën ti konkretisht, me veprime konkrete, me bashku që të bësht, ose që të ekip. Prandaj, 2 partitë të mëdha kanë mundësi me bën një gjë tillë nëse kanë për një me pas një qeverisje. Po thoni që me bën një koalicion të partive deri di opozitore. Po atyre për flas. Për ata që dojnë qeverisje ndryshe. Për qeverisje me vazhdu e kanë partia që ka udhëheq deri me tani. Ne po flasim për një qeverisje ndryshe. Nisma është e gatshme me dha kontributin e vet për bashkimin e kësaj vote për qeverisje ndryshe, për një alternativë. Ama ne do na mi pa, a ka hap serioz, konkret. Mos më rëndoj se ku që ndodhi dështoj krimin i qeverie të opozitës. Hap konkret, drejt ndërtimin një platforme, një alternative serioze cila konkurron seriozisht dhe i ofrohet seriozisht qytetarit me një qeverisje ndryshe. A ja tha këto Lumir Abdixhikut në takim që e patët, këtë idenë që më bë bashkë këtë parti deri di opozitore për ta. Na me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës kemi kontakte të vazhdueshme, takime të vazhdueshme për tema të ndryshme. Natyrisht që kena folur për shqetësimet e diellës e minier, tonë nuk takuam. Se është e nevojshme me gjetë një rrugë tjetër, se është e nevojshme me ndërtu diçka, se në terma gjeneral. Nuk kena folur kur gjë konkretisht, besoj, sepse tema tash është balotazhi. Kemi folur edhe për temat e balotazhit. Por po besoj që atje, po besoj që këtu është kuptuar dhe shoh edhe të Lidhja Demokratike edhe të kryetari Abdixhiku e shoh një dëshirë me shku drejt një alternative ndryshe, por një alternativë që jep shpresë ose që fuqizohet. Ai çka po do të thonë për nismë po flas. Nisma është e gatshme me ndëgjuar këtu nëse ka projekt serioz, rreth kësaj alternative. Siç e kam thënë disa studie, një gjë e ditë sigurt. Nëse ndërtohet një projekt i tillë serioz, ama tamam serioz. Nëse vizlojnë sot edhe punohet për me shku me shku deri në fund me atë projekt. Me këtë alternativë, edhe qytetarët me pa si mundësi reale, aty kur është nisma do të jetë kryeministri i jashtëm i Kosovës. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut votuan të dielen në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke zgjedhur kryetarët e 33 komunave. Rezultatet e para tregojnë një ndryshim të madh në skenën politike, me VMRO-n DPMNE-n që thellon dominimin e saj. Partia në pushtet dhe koalicionet e saj kryesojnë në total në 21 komuna, duke shënuar një fitore bindse. Kjo parti pritet të marrë drejtimin e Shkupit dhe komunave kryesore, si Karposhin dhe Aerodromin, si dhe ka një avantazh në qytete si Kërqova dhe Koçani. Në Kërqov, kandidati i VMRO DPMNE Aleksandar Jovanovski ka marrë 14.228 vota, përballë 12.208 votave të Fatmir Deharit të AKI-s. Në komunat me shumicë shqiptare, koalicioni Vlen ka fituar në 5 komuna: Bogovin, Diber, Dollnen, Strug dhe Tetov, ndërsa Aleanca Kombëtare ka fituar vetëm në komunën e Studeinçanit. Në Bërveniz dhe Kërqov, kryetarit e rinj janë nga VMRO DPMNE.
Ndërkohë LSDM-ja opozitare e cila kishte fituar vetëm 3 komuna në raundin e parë, kryeson në qendër të Shkupit si dhe në Kurshev, Zrnovsk dhe Makedonska Kamenic. Betejë mes VMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s u zhvillua në 16 komuna dhe këto rezultate pritet të përcaktojnë kapacitetet e LSDM-s për të ndaluar dominimin e VMRO-DPMNE-s. Procesi zgjedhor u zhvillua i qetë dhe pa incidente, ndërsa dalja në votime ishte rreth 45%. Sipas analistëve, rezultati i këtyre zgjedhjeve do të përcaktojë drejtimin e forcave politike në Maqedoninë e Veriut në muajt e ardhshëm. Në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit Të premtën e miratuan përfitoi edhe pagën e 13. e të hënën projekt ligji qeverisë mbi ndarjen buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2026 u padit nga avonet. Këta të fundit në gjykatën themelore, pos padis kërkuan edhe pezullim të vendimit. Si avonet kemi dorëzuar padi në gjykatën themelore në Prishtinë, në Departamentin për çështje administrative, padije për anulimin e vendimit të qeverisë në detyrë të Republikës Kosovës me numër 02 thyje për 273 të datës 31/10/2025 për miratimin e projekt ligjit mbi ndarjen buxhetore të Republikës Kosovës për vitin 2026. Gashi tha se qeveria veproi kundërligjshëm. Në padinë e dorëzuar, avonet thekson se qeveria në detyrë në rastin e miratimit të vendimit në fjalë ka vepruar në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës, konkretisht me nenin 72, si dhe me nenin 28, 29 dhe 31 të ligjit të qeverisë së Republikës Kosovës, të cilën e kufizon veprimtarinë e një qeverie që ushtron funksion vetëm për çështje të domosdoshme administrative, por jo të miratoj projekt ligje. Edhe Bekim Saliu nga Instituti GAP ka theksuar se shefi i ekzekutivit nuk ka kompetencë ligjore për të vlerësuar performancën e komunave apo për shpërndar buxhetin bazuar në preferenca personale. Kurtit për deklaratat që ndërlidhen me buxhetin e komunave i kanë reaguar edhe nga Asociacioni i Komunave. Nga këta thënë se gjua ofenduese e kurtit është e papranueshme. Për të gjithë punonjësit e sektorit publik. 27 vite pas në kohë, anët kanë ndryshuar. Tani ai që dikur kishte drejtësi në duart e veta, sot përballet me drejtësinë si akuzuar për krime lufte. 2 nga ata që pësuan nga veprimet e Sergjan Lazovici dëshmuan kundër tij këtë hënë në gjykatën themelore në Prishtinë. Por shqiptar përveç të dëmtuarve ishte edhe avokatja kryesore e Lazovicit, Feride Xoni. Kjo mori fjalën më vonë pasi rradha ishte tek prokurori special Armen Zenelaj që të parashtronte pyetje. Po, në shimë. Po, 18 orë, 73. Përveç aty në gazetarës, se kom pas punë me dikon qeter. Gjysma kohës është i dedikuar për të marrë në pyetje dëshmitarin, kalej duke munduar ta vërtetojnë që kishte dhënë dëshmi para policisë një vit më parë, e që tani Zeqir Bajramit nuk i kujtohej. A keni dhënë deklaratë para zyrtarëve policore? Zyrtarës sëm kujtuar. Ato që kishte përjetuar në kohë të luftës megjithatë i kishin mbetur thellë në mendje. Tash si kom hi, do më thonë më ku kështë, si kom hi e në kao, do më thonë kao nëmë në gjatë, më njëherë, dhe kom nëmë tu. Në sytë anës së djatë. Edhe tani tonë më këmë shu. Po, jem rëzun tu, këtë tani më këmë shu tonë. Kur prokurore ballavaçe me fotografinë e famshme të Lazovicit gjatë luftës në Kosovë, kujtesa përforcua dhe më shumë. Është kjo foto ku ju kanë të buka. Po. Kjo është. Tu në gjë nomin të gjendë dhe shkajnë të. Këto dëshmi ishin të mjaftueshme për prokurorin special i cili ka lej radhën tek mbrojtja të akuzuarit. Kjo është. Kjo është. A është që ky personi si e ke patë? Që shajnë kohë me orën para neve që kjo është. Sergjan Lazovic akuzohet se nga 3 shtatorit deri me 5 shtatorit e 1998-s në fshatin Panërs të Malishevës ka arrestuar, ndaluar, torturuar, maltretuar fizikisht dhe psikikisht rreth 500 qytetarë civil. Gjykimi për tentimvrasjen e kryeinspektorit të Inspektoratit të Punës në Mitrovic vazhdoi edhe këtë të hënë. Në gjatë fasdiu në njërën anë e 3 akuzuar në anën tjetër u përballën edhe një herë në gjykatore.
Në këtë seancë vazhdoi dëshmimi i dëmtuar në këtë rast i cili u përgjigj pyetjeve të avokatit e tij mbrojtës. Po a det që kemi kryer inspektimin në Propërpiza. Fillimisht jemi kërcënuar nga personi i quajtur Lavden, ku në prezencë të policisë ka ndalur jashtë lokalit ku policët ishin të dera Propërpicës dhe kam kërkuar nga ta që ta largojnë nga prezenca jonë personin. Gjatë asaj dite, në vendngjarje kishte shkuar edhe vetë pronari i biznesit. Po thoj se në fund të inspektimit ka ardhur Mentor Beqiri, pronari i Propërpicës, ose MAP SHPK, me disa persona, ndërta edhe personat e akuzuar, duke përfshi edhe Mehmet Kurteshin, i cili tashmë është i ndjerë. Gjatë përgjigjes së Fazliu, ndërhyri kryetari i trupit gjykues. Unë kam dalur veturën dhe kam dalur nga vetura dhe kam kërkuar nga policët që na shoqëronin të ndalin personat që ishin duke na përcjellur në mënyrë të paautorizuar në 3 lokacione të ndryshme dhe policia me atë rast e morën vetëm njerën nga veturat e ndalin, ku në atë vetur me vënë e kom kuptuar bazë të raportit policisë pas sulmit, kanë qenë Ber Halili, Shpetem Tahiri dhe Mehmet Kurteshi. Gjatë pyetjeve të mbrojtjes, dëshmitarit u kërkua që të kthejnë nga të akuzuarit për t'i identifikuar. Pak sekondar vrojtim e identifikimi u arrit. Ky personi fjalë. Sipas aktakuzës, Behar Halili, Shpëtim Tahiri, të nxitur nga Mentor Beqiri, kishte tentuar ta privojnë nga jeta kryeinspektorin e Gjat Fazliu, ku në udhkryqjen e fshatit Godanc e kishin rrahur kryeinspektorin Fazliu duke e goditur në kokë dhe në të gjithë trupin me shkop bejsbolli dhe mjete të tjera të forta derisa kishte mbetur pa ndjenja. Cilët e personave të akuzuar. Fatos Nano, unë mendoj se përpënde një prej dhe është, do të thoja, një prej politikanëve më të rëndësishëm shqiptar të periudhës së tranzicionit politik në Shqipëri, një figurë e rëndësishme, do të thoja me zë dhe figurë që transmeton dhe ide, që moderoi të majtën shqiptare në Shqipëri dhe për këtë ka lënë një gjurmë të cilën besoj që të gjithë shqiptarët e kanë vërejtur. Personalisht e kam njohur nga afër, e kam pasur mik, kam qenë bashkëpunëtor me të, edhe kam parë që vërtet kam pasur të bëj me një person me ide, me sfida të mëdha. Ishte person që hapte debate, por debatet e tij në përgjithësi kishin ide, kishin racionalitet dhe ky ishte një telash ndoshta për të tjerët, sepse ai vërtet dinte të komunikonte, dinte të ngrinte ide dhe mendimet për të cilat do hante debat. Mendoj që politika shqiptare ka humbur një politikan të zotin, një politikan liberal në frym, i cili në momentet caktuara ka ditur të veprojë dhe ka ditur të marrë vendime të rëndësishme.